Natën mes 28 dhe 29 nëntorit 1944, Shkodra përjetoi një nga betejat vendimtare që i dha fund pushtimit gjerman në Shqipëri. Pas mesnatës, partizanët e brigadës 22 sulmuese përparaun mbi trupat e ushtarëve të vrarë në luftimet e rënda për të marrë nyjen fyrste të qytetit, ndërsa repartetet e tjera po afroheshin me shpejtësi. Forcat e fundit të Rajhut të Tretë po ngarkonin të plagosurit dhe po tërhiqeshin drejt malit të Zi, ku pozicionet e tyre ishin më të sigurta. Shkodra ishte mbrojtur me këmbëngulje nga gjermanët, sepse shërbente si korridori domosdoshëm për tërheqjen e trupave të grup armatës E, që përfshinte korpusin 22 dhe divizionin 297. Me avancimin e ushtrisë sovjetike drejt Beogradit, gjermanët rrezikonin të izoloheshin dhe për këtë arsye kishin organizuar një tërheqje strategjike drejt Austrisë. Mëngjesin e 29 nëntorit 1944, pas luftimeve përgjatë gjithë natës, Shkodra ra në duart e partizanëve dhe vendi u shpalli çliruar. Nezhmi Menzelshiu, drejtuesi brigadës 22, ka treguar se gjermanët hodhën në erë urat e Bunës dhe Baçallëkut para largimit, duke tentuar të ngatëlstonin përparimin e partizanëve. Ai kujton se brigadat shqiptare luftuan në Kirit, Vau të Dejës dhe Dobrac, ku një pjesë e praparojës gjermane u godit rënd. 4 partizan u vran dhe disa të tjerë u plagosën, ndërsa 30 ushtar gjerman të shkëputur nga kolona u dorëzuan të raskapitur. Dokumente origjinale të Wehrmachtit, të sjella nga koloneli gjerman Wolfram D. Hoffmann dhe të analizuar nga historiani ushtarak Dr. Marenglen Kasmi, konfirmojnë zyrtarisht datën 29 nëntor si ditën kur korpusi 21 alpin nën komandën e generalit Ernst von Leiser braktisi Shkodrën. Raportet sekrete përmendin qartë: Shkodra u lëshua në mbrëmjen e 28 nëntor. Praparojat arritën në Koplik më 29 nëntor. Këto dokumente arkivore e përcaktojnë 29 nëntorin si fundin real të pushtimit gjerman në Shqipëri.